Përshëndetje nxënës, unë jam Kadria Arifi, mësimdhënëse në lëndën e matematikës nga shkolla fillore 7 Marsi në fshatin Opaj. Sot do të mësojmë për rrethin, perimetrin dhe syprinën e tij. Mësimin e keni në libër faqe 91. Çfarë është rrethi? Atëherë, bashkësia e të gjithë pikave të planit, të cilët janë të baraslarguara nga një pikë fikse, e quajmë vijë rrethore, kurse pjesa brenda vijës quhet rreth. Ja ku e kemi vijën rrethore. Le të kujtohemi pak pjesët e rrethit. Kemi pikën O, që është qendra e rrethit. Kemi rrezën, që e shënojmë me R. Rreze quhet segmenti që e lidh qendrën e rrethit me një pikë të çfarëdoshme të vijës rrethore. Gjithashtu kemi diametrin. Diametri është segmenti që kalon nëpër qendrën e rrethit, kurse pikat e skajshme shtrihen në vijën rrethore. Gjithashtu kemi harkun. Harku pra është pjesë e vijës rrethore dhe kemi kordën. Korda është segmenti që lidh dy pika të rrethit. Në klasën e 8 kemi mësuar se si njësohet perimetri i rrethit nëse dihet diametri ose rrezja e tij. Perimetri i rrethit është gjatësia e vijës rrethore, të cilën e njësojmë me formulën P e barabartë pi here d ose P e barabartë 2 pi here r. Pra d është diametri. Diametri është sa 2 herë rrezja. Prandaj mund të përdorim cilëndo nga këto formula. Vlerën e pis e dim, pra është përafërsisht 3/14. Marrim shembullin e parë, ku duhet të njësojmë perimetrin e formave të dhëna dhe zgjidhjet t'i rrumbullakojmë në 3 shifra të rëndësishme. Nën A kemi rrethin me rreze 4/6 cm. Për të njësuar perimetrin, ne përdorim formulën që kishim P e barabartë 2 pi here r. Do me thonë kemi 2 here rrezja. E zëvendësojmë rrezën tek formula dhe pasi të shumëzojmë, fitojmë perimetrin 28/9 cm, të cilin e kemi rrumbullakuar në 3 shifra të rëndësishme. Nën B kemi gjysmërrethin. Gjysmërrethi është i përbërë nga gjysmërrethi x që e kemi shënuar dhe diametri y. Gjatësia e gjysmërrethit x është e barabartë me gjysmën e perimetrit të rrethit të plotë. Do me thonë, kemi pi here 3/9 ku kemi gjatësinë e gjysmërrethit. Gjithashtu edhe pjesa tjetër është diametri, që është 3/9 mm. Atëherë, perimetri i gjysmërrethit qenka x plus y. Kemi x-in plus y-in dhe kur i rrumbullakojmë në 3 shifra të rëndësishme, kemi 10/0 mm. Nën C kemi qerekun e rrethit, i cili është i përbërë nga harku L dhe 2 rrezet. Gjatësia e harkut L është e barabartë me 1/4 e perimetrit të rrethit. Do me thonë kemi L e barabartë 2 here pi here 6 hyje për 4. Të dy segmentet janë të barabartë me 6 cm. Pra perimetri i qerekut të rrethit qenka harku L plus 2 rrezet, që është e barabartë me 21/4 cm i rrumbullakuar në 3 shifra të rëndësishme. Syprina e rrethit. Formulën për syprinën e rrethit me rreze r
e kemi S e barabart pi here R në katror. Të shohim shembullin e dytë, i cili thot njëso syprinat e dy do formave nga shembulli i mëparshëm. Nën A kishim rrethin me rreze 4 presje 6 cm. Atëherë ne kemi formulën për njësimin e syprinës së rrethit, tani zëvendësojmë rrezen tek formula dhe fitohet syprina e rrethit që qenka 66 presje 48 cm në katror, i rrumbullakuar pra në 4 shifra. Nën B kemi gjysmë rrethin, ku syprina e tij është sa gjysma e syprinës së rrethit. Kemi diametrin që është sa 2 herë rrezja, do me thënë diametri është 3 presje 9 mm. Për ta caktuar rrezën ne pjestojmë me 2 dhe kemi 1 presje 95 mm. Zëvendësojmë tek formula dhe fitohet pra syprina e gjysmërrethit që është 5 presje 97 mm në katror. Kemi edhe syprinën e qerekut që është sa syprina e rrethit e pjesëtuar me 4. Kemi qerekun, atëherë njësojmë syprinën, rrezja është 6, kemi formulën, pra formula për syprinën e rrethit ishte pi here r në katror. Pra me që syprina e qerekut është sa syprina e rrethit e pjesëtuar me 4, ne shënojmë këtu pjesëtim për 4. Zëvendësojmë dhe kemi syprinën e qerekut që është 28 presje 27 cm në katror. Detyrën e parë dhe detyrën e dytë e keni në libër faqe 94, pra është e ngjashme sikur këto shembuj që i morëm deri tash. Të shohim detyrën e tretë, që thot të njësohet syprina e 2D formës. Kemi këtë formë që shohim se është e përbërë nga një drejtkëndësh dhe nga një gjysmë rreth. Atëherë, për të njësuar syprinën e figurës, së pari duhet të njësojmë syprinën e gjysmërrethit dhe të drejtkëndëshit. Ne dim se syprinën e drejtkëndëshit e njësojmë me formulën S e barabart A here B. Do me thënë, gjatësia here gjerësia. Zëvendësojmë 8 presje 5 here 4 dhe kemi syprinën e këtij drejtkëndëshi që është 34 cm në katror. Gjithashtu, syprinën e gjysmërrethit e njësojmë me formulën S e barabart pi here rrezja në katror thyje për 2. Zëvendësojmë, do me thënë këtu diametri është 8 presje 5, kurse rrezja do t'jetë 8 presje 5 pjesëtim për 2. Pra 4 presje 25. I zëvendësojmë dhe fitohet syprina e gjysmërrethit që është 27 presje 2 cm në katror. Syprina e përgjithshme e kësaj figure është syprina e drejtkëndëshit plus syprina e gjysmërrethit, që është e barabart me 61 presje 2 cm në katror. Për detyrë shtëpie, ju mund të merrni detyrën e parë, detyrën e dytë dhe të tretën nga libri faqe 94. Kjo ishte e tëra, shpresoj që të keni kuptuar, ju uroj suksese.